Ka shenja që shkëlqejnë në dritën e diellit. Dhe pastaj është akrepi. Ai nuk ka nevojë për dritë. Ai mbretëron në hije. Akrepi është ai lloj shpirti që vëzhgon në heshtje, i pa lëvizur, sikur dëgjon diçka që të tjerët nuk munden ta perceptojnë. Dhe ndoshta është vërtet kështu, sepse akrepi ndjen gjithçka, fjalët e thëna, ato të pathëna, dhe mbi të gjitha ato të fshehura mes rreshtave. Pas shikimit të tij të thellë lëviz një botë që pak kush ka guximin ta përballojë. Një vend ku çdo emocion është i amplifikuar, ku çdo plag bëhet një zjarr i ndezur, ku çdo lidhje është një premtim i përjetshëm. Akrepi dashuron kështu, pa gjysmëmasa, pa filtra, pa frikë, ose të paktën kështu duket. Por kur dikush e thyen atë besim, kur tradhton besnikërinë e tij, diçka ndodh. Sipërfaqja plasaritet, drita fiket, dhe nga ajo heshtje e përsosur lind një version i ri i tij, më i ftohtë, më i largët, më përzgjedhës. Jo për hakmarrje, por për mbijetesë. Akrepët nuk harrojnë, jo sepse janë mbetës qefi, por sepse çdo përvojë e shndrojnë në një shtresë të re të armaturës së tyre. Çdo zhvenjim bëhet një armë, çdo mashtrim një mësim. Dhe kështu, ndërsa të tjerët bien, ata rilindin, gjithmonë. Çdo herë më të fortë, më të qartë, më të pathyeshëm. Akrepi nuk i trembet errësirës, ka lindur në të. Aty ka ndërtuar forcën e tij. Aty mbledh copzat e vetvetes dhe i bashkon me një saktësi kirurgjikale. Askush nuk e di se si e bën, askush nuk e sheh procesin. Shihet vetëm rezultati, një krijesë që pavarësisht gjithçkaje kthehet të ecë dhe shkëlqen, jo nga drita, por nga fuqia. Kjo është ana e tij e errët, jo shkatrimi, por shndrimi, jo zemrimi, por rilindja. Akrepi nuk është hija që tremb, është hija që të mëson, është thellësia që pak njerëz din ta vështrojnë dhe akoma më pak din ta kuptojnë.